Përshëndetje miq të respektuar. Megjithëse që me një sfond mbrapa, ndryshe nga që jeni mësuar të më shihni me libra, prapa, tema e sotme këto do të jetë për Iranin, Izraelin, lindjet e mesme, por jo për shkrimi apo diskriptimi i gjithë asaj që ka ndodhur përgjatë 12 dite luftë e drejt për drejt e lahtarshme midis Izraelit dhe Iranit. Do të shpjegoj një segment tjetër, rolin e Rusisë dhe të Turqisë në këtë luftë. Apo, të them më mirë e më butë, çfarë arriti të bëj Rusia dhe çfarë pati në dorë Turqia të ndikoj nga cilat do perspektivë e mundshme në zhvillimet e luftës midis Izraelit dhe Iranit. Thjesht a patën fuqi me ndikue në zhvillimin dhe ndalimin e saj, apo ishin spektator sikur të gjitha shtetet tjera të botës, megjithëse me një retorik bajagi që bie në vesh se kinse kanë kontribuar apo kanë ndikuar në zhvillimet e atjeshme. Siç thash, 12 ditë luftë e ashpër midis Izraelit dhe Iranit. Raketime të vazhdueshme, bombardime të hatashme, vrasje të figurave të ndjeshme nga të dyja palët, e sidomos të palës iraniane, përpjekje e vazhdueshme për ta gjunjëzuar Iranin, për ta rrëzuar regjimin, për ta sjell më pastaj kukullën e Izraelit dhe Amerikës në Iran, që është familja e Pahlavitëve, pastaj për të nxitur revolta të mëdha brenda Iranit që duke e rrëzuar regjimin mundësisht të vritet edhe udhëheci suprem Ayatollah Ali Khamenei. Gjithë këto përpjekje, jo vetëm në këto 12 ditë të luftës, ku aeroplanet Izraelit po bombardonin gjithandej Iranin, ngjites me këtë dronet, siç e kam shpjeguar, e Mossadit, të cilët ishin prodhuar për muaj të tërë, e ndoshta për 2 vite brenda Iranit, që u përdorën në likuidimin e ftyrave eminente ushtarake dhe politike, si edhe të një numri të konsideruar të shkencëtarëve, të fizicianëve që po punonin në prodhimin e energjisë dhe armëve bërthamore, por në të njëjtën kohë edhe ato sulme, ato raketime, ato bombardime të qyteteve të Izraelit, sa e prum punën deri aty që vetëm ndërhyrja ushtarake e mëngjesit të hershëm të 22 qershorit, ndërhyrja ushtarake amerikane, arriti ta shpëtoi Izraelin nga shkatrimi i tërë. U vërejt se Irani nuk e kishte nisur kundër përgjigjen e vetë ndaj sulmeve izraelite, vetëm sa për syje faqe, por, siç pati deklaruar Ali Khamenei më tepër se një herë, do t'i shkojmë punës deri në fund, derisa Izraeli ta kuptoj se e ka bërë gabimin më të madh që ka sulmuar shtetin e Iranit. Në mëngjesin e hershëm të 22 qershorit, ushtria amerikane nis sulmet masive, duke goditur 3 objektet kryesore bërthamore iraniane në Fordow, në Nataz dhe në Isfahan. Teherani, sa për të thënë, arriti t'i kundërpërgjigjet ushtrisë amerikane duke synuar bazën ajrore El Udeid në Katar. Në videon paraprake, miq, unë e pata shpjeguar atë, si me thonë, se çfarë mund të ndodhë nëse SBA-ja e sulmon apo futet kyçet drejt për drejtin në luftë. Pata thënë se bazat amerikane, ushtarake amerikane në përreth Iranit janë të përqendruara në 3 pozicione.
në Irak, në vendet e Gjirit Arabik dhe matan në Oqeanin Indian në ishullin Santa Garcia. Nëse sulmohet Irani nga aeroplanet dhe raketat amerikane prej bazave amerikane në lindjen e mesme, shtetet e Gjirit Persik dhe Irak, mund të ndodh një katastrofë e vërtet. Përse? Për shkak të afërsisë së afër deri në 300 kilometra, Irani do t'i sulmon edhe do t'i raketon këto vende, e që natyrisht do të pritej shumë normal kundër përgjigje amerikane të përmasave shkatërrimtare totale për Iranin. Për këtë arsye, Irani, ky Shebaja e zgjedh këtë një ishullin Santa Garcia në Oqeanin Indian që nga andej të raketohet dhe bombardohet Irani. Përse? Për shkak se raketat iraniane nuk mund të arrijnë deri atje. Një fakt tjetër të cilën e kam përmend në lidhje me luftën irako-iraniane në videon e kaluar është edhe ai se kjo luftë nuk ndodhi hap-hap. Nuk ka të bëj as edhe me ngjarjet e tetorit 2023 të Hamasit, luftës në Gaza, nuk ka të bëj as vetëm edhe me Hizbullahun, as vetëm edhe me Sirien, regjimin e Asadit, por kam thënë dhe vazhdoj të them se lufta izraelite dhe amerikane mbi këtë Iranin është hallka e 7 dhe e fundit që ishte programuar një muaj pas shpërthimeve dhe rrëzimit të kullave binjake, ku Shtëpia e Bardhë i dërgon letër Pentagonit, top secret letër, ku kërkohet shkatërrimi dhe ndërrimi, rrëzimi i regjimeve të 7 shteteve në lindjen e mesme. E kam thënë, pra, mos t'i përsëriti këto. Ndërto është edhe i Iranit. Pra, lufta në Iran as nuk ka nisë në 2008, as 2012, as 2013, as 2015, kur tani më interferon shumë në Siri dhe bëhet fuqi ndikuese në Siri dhe nga ndej në linjën e mesme, por fillet i ka në tetorin e 2001. Bile me këshyr hall, lufta izraelite apo konflikti izraelit, armiqësia izraelite me Iranin fillon në ditën kur Ayatollah Khomeini kthehet në Iran, e rrëzon nga pushteti Riza Pahlavin, familjen Pahlavite të shahut, dhe e vendos aty, e akomodon regjimin islamik dhe e shpall Iranin si e Republika Islamike e Iranit. Pse pikërisht në atë kohë? Sepse vendet arabe, me fol me këtë zhargonin ton, fillojnë ti kapin koltuqet dhe të mbahen për to, sepse e shihnin si rrezik për hapjen e revolucionit islamik Iran në vendet e tyre. Andaj edhe përgatiten shumë mirë vendet e Gjirit Persik me Sheban dhe Izraelin, që vendet arabe të pasura me naftë ta financojnë, Izraeli dhe Shebaja ta mbështesin me logjistik, dhe ai i cili do të lufton në emën të arabëve ishte Saddam Husseini, i cili e nisi luftën në vitin 1979 me ardhjen e Khomeinit në pushtet. Prandaj miq, mos i shiqoni, edhe një herë kam thënë, mos i shiqoni raportet Iran-Arabi si raporte kinse shiizëm e sunizëm, as që i marrin në konsiderat. Bile dje ju shkrova, ata të cilët raportet ndërkombëtare, raportet midis shteteve, miqësitë midis shteteve dhe armiqësitë midis tyre, luftrat, i marrin dhe i shpjegojnë me terminologji fetare, ata nuk marrin vesh hiç, ama bash hiç në politika ndërkombëtare. Shtetet sot, sipas formatit të Vestfalis, nuk janë krijuar mbi baza fetare, por mbi baza të interesave të kombeve shtet formuese të atyre shteteve. Dhe interesat e kombeve, e popojve të ndryshëm që kanë shtetet e tyre, fare pak janë interesa fetare. Po, feja mund të përdoret si mjet
mitësie apo arbitësie, por nuk është qëllimi final. Andaj edhe tek rasti i Iranit, edhe tek rasti i arabëve, s'kemi të bëjmë këto me shiizëm, as kemi të bëjmë me sunnizëm. Përkundrazi, njerëzit në Arabinë Saudite, dietarët në Arabinë Saudite dhe jo vetëm aty, por në gjitha tokat arabe që ndërlidhen do si do me Iranin si mitësi dhe armiqësi, i përdorin dietarët dhe i diktojnë fjalë për fjalë, germë për germe të flasin, çka duhet të flasin, çka nuk duhet të flasin, çfarë të rekomandojnë, çfarë të ndalojnë. Imagjinoni ti në Arabinë Saudite ki fetva se ngritja në këmbë kundër pushtetit, kundër udhëheqjes politike bie ndesh me parimet bazë të fesë islame. A është në men kjo me u besue, qatë sa a është në men me u thonë nga djetarë me nam të cilët kanë ndikim edhe jashtë kufive të Arabisë Saudite. Thjesht meq është luft për interesa geopolitike, geoekonomike, geostrategjike, për interesa geokulturore dhe të ngjashme, që i te i kalojnë shumë parametrat dhe kufit e fesë. Andaj, ata cilët mundohen në për jetë sociale, në për ambientet e tjera, nuk mendoj se edhe në për xhami, dhe flasin jo shiizmi, jo sunizmi, jo hanefizmi, jo shafizmi, jo knej, edhe me këto terminologji i shpjegojnë problemet dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, vlerisht jo e rekomandoj që së paku të mos i përfillni përgjatë shpjegimit të këtyre temave. Mos i merrni serioz, sepse ose kanë agjenda, ose tregojnë një ignorancë klasike të tyre. Dhe të tillë nuk ka vetëm tek ne shqiptarët, ka edhe në për vendet e tjera arabe. Nëse fokusimi im këtu pra është pse Rusia e tradhtoi Iranin. Si që e mundë që Rusia nuk i doli krah Iranit, por mjaftoi me disa retorika, mos të them llomotitje të thata, sikur të ishte një fuqi ndërmjetësuese, njëjtë kështu sikur edhe Turqia. Megjithëse raportet iraniano-ruse dihet në dekadat e fundit kanë qenë të shkëlqyera, të tendosura me probleme brenda po, sidomos këto probleme, këto tendosje i kanë po ata të cilët merren me Iranin për vite të tëra. Ato i kam vrejt unë personalisht, po flas për veten, se nuk janë marrëdhënie bash miqësore, nuk janë marrëdhënie bash strategjike sa ta mbrojnë njëri tjetrin, por është një lojë e fleqt e Rusisë, e cila po përdorte Iranin si një vegël mash të veten në lindjen e mesme. Në fakt, Rusia i kishte dy krah në lindjen e mesme. I kishte regjimin e Asadit, Sirien, dhe regjimin e Republikës Islamike në Iran, respektivisht Iranin e tanishëm si është kështu. Për këtë arsye, përveç ato kur i dëgjonim Pastovin e Zaharovën, e Medvedevin, e Putinin dhe figurat të tjera ruse, kur flisnin për ndërhyrjen e mundshme amerikane në Iran, ndërhyrjen ushtarake amerikane, ishin, të them, më të butë. Kuptohej një farë përpjekje për një rol ndërmjetësues, si i Turqisë. Mirë po, kur ishte në pyetje rrëzimi i regjimit dhe vrasja eventuale e liderit suprem, Ayatullah Ali Khameneit, Rusia ishte tepër e ashpër dhe ia pat tërheq vrejtjen Amerikës dhe Izraelit, se nëse vritet Ali Khamenei, atëherë lindja e mesme do të shndrohet në një ferr të vërtet. Përse këndej ma bot e regjimit e ruhet ma shumë? Për shkak se e do Ayatullah Khamenein, apo për shkak se e do Rusia shiizmin? Jo, për shkak se
Rusia e di se me rrëzimin e Ayatollah Khamenei, të regjimit të tij dhe vrasjes së tij, Izraeli dhe Amerika do ta sjellin në pushtet kukullën e tyre, mashën e tyre, familjen Pahlevite, djalin e Riza Pahlavit. Dhe ata janë natyrisht pro-amerikan dhe pro-izraelit total, 100%. Irani ka qenë alati më i besuar i Izraelit dhe i Amerikës deri në ditën e ardhjes së Ayatollah Khomeinit në pushtet. Çka ka thonë Izraeli dhe çka ka thonë Shëbaja, Irani e ka dëgjuar fjalë për fjalë pa asnjë ndryshim. Pra, ruajtja e Khameneit, ruajtja e regjimit, Rusis i jepte një mundësi, shtesë që ta zhvilloj apo ta mbaj ndikimin e vetë në lindjen e mesme nëpërmes Iranit, sepse Sirien e humbi totalisht dhe në mënyrë shumë të poshtruar. Kjo është arsyeja se pse Rusia, sa i përket sulmeve amerikane vendeve bërthamore, aty në objekteve bërthamore ishte më e butë, ndërsa të regjimi i Iranit ishte shumë i ashpër. Tjetra, Rusia, kur është fjala për luftën izraelite-iraniane, kritikante dhe përdorte shprehjet njëjtë si Turqia. Për shembull, se kjo bie ndesh me kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, se bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare, se Shëbat po shkelin, Izraeli dhe Shëbaja po shkelin të drejtat e popujve në këtë rast të Iranit, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po cenojnë interesat e shteteve të tjera dhe të ngjashme. Retorike thotë, lomotitje të cilën zakonisht e dëgjojmë prej liderëve populist të shteteve të cilat nuk kanë kaçik për të ndërhyrë dhe ndryshuar dinamikën ndërkombëtare, por mjaftohen sa për konsum të brendshëm të përdorin një gjuhë, kjo është vija e kuqe, Kutsi është vija e kuqe, kjo është vija e kuqe, kjo vija e gjelbërt, këtë do të reagojmë, këtë do të reagojmë, dhe kur vije puna e shese, ato mbesin më shumë politika të thata për konsume të brendshme. Për te i kësaj, është shumë interesant të përmendi edhe këtë, se Rusia megjithëse që e kundërshtoi bombardimin e reaktorëve bërthamor, atyre 3 qendrave, 3 objekteve bërthamore, në fakt Rusia edhe nuk është prek fort, i ka shkuar për shtati edhe Rusisë. Rusia në esencë është kundër Iranit që të posedoj armë bërthamore, sepse e di që Irani nuk ka Siria. E di që Ayatollah Ali Khamenei nuk është Bashar al-Assadi. E di se Irani me një fuqi 90 milion banor, me një histori të madhërishme të saj, me pasuri të pashtershme nëntoksore, me naftë, me gaz, me pozicion strategjik të mahnitshëm, rrugë detare të kanali Hormuzit, me një popullat adhëtare si asnjë shtet tjetër në lindjen e mesme. Persianët janë shumë adhëtar, persianët janë në gjendje, po janë këta të cilët e rrahen vetveten me zinxhir, për hir të martirizimit ose vdekjes ose vrasjes apo të rënit shahid të Hazreti Husejnit, e Aliut, e Hasanit dhe të ngjashëm. Atë shumë lidhen me atë idealen e tyre sa nuk shohin përpara. U pa edhe në luftën me Izraelin. Cili shtet arab ka pas fuqin të kundërshtoj me tone tepër të ashpërta Izraelin, e lemo të futet në luftë në mënyrën siç u fut Irani tani. Cili shtet, megjithëse që kërcënimet të cilat i janë bërë Iranit, se do të rrafshojnë me tokë, do të hedhet bomba atomike, i detyronin populatën e qyteteve të tëra, e sidomos të Teheranit të iknin nga shtëpitë e tyre, cili shtet
mbi cilin shtet është zhvilluar presion e frikë e kërcënim deri në këto përmasa, sa pastaj të ndikon sërish apo të lëviz sërish siç lëvizi Irani. Iranianët duke qenë të njohur edhe në syrin e rusëve, rusët nuk kanë dëshiruar asnjëherë që Irani të posedoj bombën bërthamore. Po pse e kanë ndihmuar pra? Shumë thjesht. Për shkak se me i shit kuadro, me i shit materiale, me i shit elemente, ato gjërat të cilat përdoren në ato reaktor dhe në godinat objektet ku prodhohet uraniumi, ku nxirret uraniumi dhe prodhimi i energjisë bërthamore dhe bombave bërthamore. Aq të kushtueshme janë, me qindra miliarda dollar, sa nga ato ka fituar Irani, kjo Rusia shumë. Prandaj e ka lejuar. Mirë po në të njëjtën kohë ka punuar, unë jam mëse i bindun, se në mesin e njerëzve dhe ekspertëve rusë, të cilët kanë punu në ata reaktor të Iranit, ka pas edhe njerëz të sigurimit, të inteligjencës ruse, të cilët kanë mujt me e informue Iranin vazhdimisht, Mossadin që është gjindur brenda vazhdimisht, se deri ku ka arrit prodhimi i uraniumit dhe i bombave atomike. Vetëm tek rasti që ta mbani mend, vetëm tek rasti i vrasjes, po të vritej, i Ali Khameneit, Rusia, më sakt, Dmitri Peskov, e thët fjalien më të ashpër, se nëse vritet, reagimi i Rusisë do të jetë jashtëzakonisht i ashpër dhe befasues për botën. Vazhdon pastaj që mund ta shndron lindjen e mesme në një ferr të vërtet. Tërhiqet Donald Trump nga qëndrimi i tij i deri atëhershëm, i cili herë, sikur edhe Netanyahu, përdorte fjalin se do të vritet edhe Ali Khamenei. Deutsche Welle, nëse i shikojmë këto burimet mediatike perëndimore, Deutsche Welle, pastaj Guardian, pastaj Asia Times, pastaj Wall Street Journal, pastaj Washington Post, të gjitha flisnin për rrezikun e një lufte katastrofike të mundshme nëse Amerika e godet Iranin, por sidomos Deutsche Welle erdhi me atë deklaratën, konstatimin se pa marrë parasysh raporte të ngushta dhe të ndjeshme midis Iranit dhe Rusia nuk do të ndërhyjnë ushtarakisht, po e sulmoi Amerika. Njëjtë kështu edhe Wall Street Journal tha se pavarësisht marrëdhënieve midis dy vendeve, ne si opinion aty, ne nuk mendojmë se Turqia, kjo Rusia, e ka vullnetin dhe fuqin sa të ndërhyj ushtarakisht në lindjen e mesme në luftë kundër Amerikës. Do të jetë, sipas Wall Street Journal, do të jetë një qëndrim parafështesh si i Turqisë. Një përpjekje për uljen në tyres të bisedimeve, një përpjekje për neutralizim, një përpjekje kurrë hiç. Domethënë sikur i cili do shtet tjetër të botës. Është interesant se një ndër mediumet që më së shumti dhe më së miri i ka analizuar çështjet në lindjen, po mendoj në Iran, ka qenë Asia Times ose Asia Times, ku e përmend një rast shumë interesant. Thët, për ta kuptuar rolin e Teheranit, rolin e Rusisë, më falni, ju lutem, për ta kuptuar rolin e Rusisë dhe qëndrimet e sakta të Rusisë me Iranin, shikojeni rolin dhe veprimet e Rusisë në Siri. Megjithëse Rusia i kishte shitur Iranit raketa S-300, pastaj Sukhoi Su-35 aeroplanet, pastaj helikopteret Mi-28, pastaj S-400 raketat, që t'i vendoste në Siri, në Iran
dhe në pozicionet iraniane brenda Siris, kur erdhi koha e rrëzimit të Bashar al-Assadit dhe pak kohë para kësaj e pas kësaj, Rusia asnjëherë nuk ka intervenuar apo nuk i është përgjigjur sulmeve izraelite të cilat bëshin bicaqet iraniane në Siri dhe gjetio bile edhe brenda Iranit. Por mjaftonte me një qetësim apo me një përpjekje për të qetësuar situata. Asia Times e shkruan dhe e analizon këtë situatë. Irani thëtë do të duhet ta kishte kuptuar Rusien që nga koha e marrëveshjeve të cilat i bënin në Siri. Dhe cila është ajo më kryesorja? Një marrëveshje e fshehtë nën tavolinë ku Rusia ishte marrë vesh me Izraelin ti mshoj sa dush vendeve iraniane të Bashar al-Assadit dhe të Siris, por mos i prek pikat dhe bazat e mia ushtarake. Izraeli kërkon nga Rusia si kompenzim ndaj kësaj për të mos i sulmuar ushtarët dhe bazat ruse, atëherë Rusia do të ndaloj në mënyrë automatike edhe furnizimin e fraksioneve shiite, fraksioneve iraniane të cilat po vepronin në Siri. Pra një tradhti klasike e poshtër që Rusia po ja bënte Iranit dhe Irani po mbetej në detin e hapur. Irani në fakt, edhe tek rasti i Gazës, edhe tek rasti i Hizbullahut, i dinte këto veprimet të Rusisë, sepse Irani e kishte lexuar shumë mirë edhe luftën e vitit 1973 midis Izraelit dhe Egjiptit, kur aeroplanet amerikan dhe izraelit po bombardonin të gjithë aeroplanet egjiptian. Ende pa u ngrit nga pista, e që 92% prej tyre ishin rus, Rusia me gjithë kërcënimet të cilat i bënte atë botë për ta mbrojtur Egjiptin nuk lëviz dhe nuk e shkrep asnjë fishek bile as të ndonjë Kalashnikove. Irani e di këtë histori ruse, e di qëndrimin e Rusisë, mirë po nuk kishte fuqi të veprante apo të hapte një front armiqësie me Iranin në një kohë kur Irani po ballafaqoi me probleme serioze edhe në Gaza që e mbështeste rezistencën. Arsyeja tjetër që jep të kuptohet pse Rusia e tradhtoi Iranin dhe ra në nivel të një Turqie e cila vetëm fliste dhe kërkonte paqë dhe kërkonte ndërprerje të luftës në kohën kur Irani dhe Izraeli po raketonin dhe po shkatronin njëra tjetrën, është se Rusia është e interesuar që ta fiton luftën në Ukrainë. Ukraina për Rusin sot është alfa dhe omega, është shahdamari i politikës politikës ruse. Është jetë. Ukraina është gjithçka sot për Rusinë. Rusia as nuk e ka komoditetin e as fuqin të ndikoj apo të interferoj apo të ndërhy ushtarakisht në zonat të tjera në botë derisa është në luftë me Ukrainën. Nëse dojmë me pa këtë çështje nga një perspektivë tjetër, mund të konkludohet se lufta në Ukrainë qenë këshnisur për shkak të kësaj që po ndodh tani në linjën e mesme, për ta bllokuar Rusinë që të mos ketë fuqi të merret me lindjen e mesme në procesin kur edhe halka e fundit e shtata e shteteve që do të duhet të dërmohereshin, Irani pra do të realizoj sipas programit të vitit të tetorit të vitit 2001 me atë letrën e shtëpisë së bardhë që i dërgon Pentagonit. Shkojmë më tutje. Përveç kësaj, Irani në fakt u tregua si një pelg ku do të thellohet miqësia midis Putinit dhe Trumpit.
Putini ka shpresa që Trump do ta ndihmon Rusinë në raport me Ukrainën. Apo thënë më but, do të merr vendime në favor të Rusisë. Megjithatë, është diçka interesante këto. A ju kujtohet ajo marrëveshja me zër që ja e Zelenskit në shtëpinë e bardhë dhe pastaj e nënshkroi se aty refuzoi, që ja mori $500 miliard ato mineralet e ralla. Ato mineralet e ralla janë minerale të cilat përdoren në teknologji të ndjeshme, në prodhimin e celularëve, të aeroplanëve, të baterive të celularëve, të raketave, tok, aer, raketave supersonike. Këto materiale i ka poseduar kush? Ukraina, në një sasi të konsideruar. Kush i ka ble këto minerale më së shumti? Kina. Me marrjen në dorë nga shëbaja e këtyre minierave dhe këtyre mineraleve, diqysh sikur një marrëveshje me Rusin, shiko Rusi, unë po i marr këto sepse po duhem me e dobësue Kinën atje, gjë e cila në fakt i shkon të përshtatje edhe Rusisë, sepse Rusia nuk është e interesuar që të jetë një Kinë e fuqishme, siç një Kinë e fuqishme atë shumë sa ti prishte interesat afatgjata dhe të thella të Rusisë kudo qoftë në botë. Megjithëse që konsiderohet një partner, po partner mbi baza interesash, deri aty ku nuk preken interesat e thella të Rusisë apo të Kinës. Kjo është edhe arsyeja se pse Irani, po mendoj Rusia, ishte për bombardimin e këtyre objekteve bërthamore. Sepse thash pak më parë, Rusia e di kush është Irani, dhe Irani vish pati filluar me ndikuar fuqishëm në vendet islamike të ish-bashkimit sovjetik. Filloi të interferoj në Afganistan në Azerbejxhan, u lidh shumë fort me Armenien, një mik strategjik i dikurshëm i Rusisë. Armenia i lëshohet në prehër Iranit, sepse Armenia po përdore nga Irani edhe kundër Turqisë këndej, edhe kundër Rusisë, e cila herë i bënte lojra Iranit. Për te i kësaj, Irani e shtriu ndikimin e vet edhe në Dagestan, në vendet përreth Gjirit Persik dhe në republikat ish turke të quaj, të Republika Turke të ish bashkimit sovjetik deri te kufit e Indis. Pra, sikur të rasti i Kinës që Rusia nuk dëshiron të jetë Rusia aq e fort, dhe që e lejoj në një mënyrë apo tjetrën Amerikën që të shtinë në dorë mineralet e ralla që i përdor Kina në industrinë e ndjeshme të saj, njëjtë edhe në raport me Iranin, lejon të bombardimin me kushte të mos vritej Ali Hamnej dhe të mos bënte regjimi, në mënyrë që Irani ta zbehte ndikimin e vet atje. Nga kjo perspektivë miq të dashur dhe të respektuar, ju lutem, nga kjo perspektivë do të sheni edhe politikën turke. Si në Iran, si në Gaza, si në Libi, si në... Po, mik, shtet, komb, vlla i shqiptarve, e pranoj botnisht. Nuk ka shtet i cili i ka ndejt afër shqiptarve më shumë se Turqia. Këtë askush nuk mund ta diskutoj dhe kontestoj, përveç atyre të cilët dojnë me i hedh balt fakteve historike. Megjithatë, edhe Turqia është shtet. Edhe Turqia si Republikë Turke është shtet. Në raport me Iranin ka vepruar njëjtë sikur Rusia, njëjtë sikur Shtetet Arabe. Mendzi kanë prit rënien e Iranit, dobësimin e Iranit, rënimin e Iranit, sepse sikur për Amerikën Rusia, sikur për Rusin Kina, sikur për Rusin Irani, edhe për Turqin Irani dhe vendet arabe është rrezik potencial.
edhe vendet arabe, pra edhe Turqia, mezi kanë prit një dobësim i mjaftueshëm i Iranit për të mos pas fuqi të vazhdojnë ndikimin dhe interferimin e vetë në shtetet e lindjes e mesme, sidomos në Siri. Sepse Siria, sikur Ukraina që është për Rusin, Siria sot është për Turqin. Ishte edhe për Iranin, por e humbi hapin Irani aty, së bashku me Rusin. Siria është shumë e rëndësishme, mos të them jetë a vdekje, edhe për shkak të kurdëve aty, edhe për shkak të Izraelit, edhe për shkak të historisë 500-600 vjeçare, edhe për shkak të mishmashit të kulturës, të frymës, të kuzhinës, të artit, të poezisë, të prozës, të letërsisë. Siria me Turqien, ma let mund të thuash se Siria i përngjet, populli sirian, kultura siriane i përngjet kulturës së Turqisë juglindore se sa i përngjet vendeve të tjera arabe. Pra, Siria është një vend shumë i rëndësishëm për Turqin. Prandaj, dobësimi i Iranit në Siri dhe dobësimi i indikimit të Iranit në lindjen e mesme i shkon për shtati edhe Turqisë sikur vendeve të tjera. Rusia, në anën tjetër, i luajti pas shpine Iranit, e shikonte nga larg duke përdorur disa lomotitje të thata, deklarata të thata, njëjtë sikur të Turqisë dhe të vendeve arabe, edhe për një arsye të tjetër. Posa filloi lufta Izrael-Iran, çmimi i naftës ruse shkoi lart 15%. Ishte fitore spektakolare e Rusisë. Ishte fitore për të riparuar dhe rikuperuar dëmet materiale të cilat i kishte pësuar Rusia në luftën e Ukrainës. Filloi shitje me çmime krejtësisht tjera, u ngritën çmimet krejt botë dhe kush ishte fitimtarja më e madhe këto, natyrisht ishte Rusia. Dhe për fund, duke dashta përfundoj, këtë nuk di sa minuta u bo, cilat shtete fituan, apo kush është fituesi i vërtet në luftën Izrael-Iran dhe kush është humbësi më i madh. Humbës më i madh më i vogël mos t'i radhiti është Amerika, Izraeli, Irani, Turqia dhe vendet arabe. Humbëse janë të gjitha këto. Edhe Irani natyrisht fituesja e vetme në këtë luftë është Rusia. Përse e them këtë? Për shkak se Rusia e filloi me ndreq imazhin e vet karshi botës perëndimore. U tregua e përmbajton, nuk bëri gabime katastrofike për të futur drejt për drejtë në luftë me Amerikën, e fitoi një farë besime se regjimi i Putinit dhe i Medvedevit po mujka me bo edhe punë të mira, po mujka me e shpëtue botën nga më e keqja. E dyta, Rusia, më saktësisht Putini, e fitoi edhe një kartë më shumë në lojën e tij geopolitike dhe geostrategjike me Trumpin. Trumpi e sheh tani se Putini po mujka me u bisedu me te, sikur edhe me Erdoganin. Rusia, dëmët të cilat i janë shkaktuar në reaktorët bërthamor, në objektet bërthamore, Rusia do të jetë ajo që do t'ja shet Iranit, edhe aty do t'jenë me $100 miliarda përfitime, ekspert e industrie çfarë do t'jetër. Pastaj Rusia do të vazhdoj të shet naftë me çmime të larta, edhe në të ardhmen me për shkak të shkatërimit të rafinerimeve dhe borimeve të naftës iraniane. Rusia do të vazhdon një bashkëpunim në tavolinë me Izraelin, sepse nuk ndërhyni kundër aeroplanëve dhe raketave izraelite. Rusia e qiti prej lojës së paku e zbehu ndikimin e Kinës në Iran, që Irani është më shumë se sa për Rusin, për Kinën një vend shumë i rëndësishëm strategjik, dhe marrë në përgjithësi, duket se kjo luftë sikur të ishte përgatitur nga Rusia. Nëse
shtetet perëndimore tani e në të ardhmen do të fitojnë një laps nga rindërtimi i Iranit dhe raportet e reja që do të krijohen, Irani është ai i cili do t'i përfiton 99 lapsa të tjerë. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.